Ditët e Gjeravicës janë një aktivitet tradicional që mbahet çdo vit në Junik, në zonën e bukur të Gjeravicës, në majën më të lartë në Kosovë. Në zemër të natyrës madhështore të Junikut, aty ku mali prek qiellin dhe ajri mbushet me freski, jetë, organizohen Ditët e Gjeravicës, një ngjarje që bashkon dashurinë për natyrën, traditën dhe shpirtin komunitar. Në hijen e Gjeravicës, kjo fest mbahet vend takim për të rinjët e të moshuarit, për alpinist, artist dhe të gjithë ata që duan të ndjejnë gjallërinë e maleve tona. Mes këngës, ecjes dhe bashkimit, Ditët e Gjeravicës nuk janë thjesht një aktivitet, por një përjetim që lë gjurmë në zemër. Mbrëmja artistike nisi me një intervistë me Bekim Gaxherin, pak para fillimit të aktivitetit, duke sjellë një hyrje të ngrohtë dhe domethënëse, duke sqaruar dhe treguar e gjithë këtë rrugtim. Sonte jemi këtu për të 16-ën herë me radhë, sepse shoqata jonë prej vitit 2010 e tutje rregullisht organizon takime ndërkombëtare të peshkatarëve, Ditët e Gjeravicës. Këto ditë organizohen prej asaj kohë, do të thotë prej 2010-s deri më tani rregullisht, mirë po në vitin e pandemisë nuk kemi pasur masovitet, kemi qenë një grup më i vogël për arsye sepse nuk kishim mundësi të bëhemi. Megjithatë ne disa antarë të shoqatës sonë e kemi edhe atë vit e kemi bo për mos me hub traditën ose mos me ndal, mos me shënum patjetër, domethënë mos me na hub asaj vit, e kemi marrë edhe atë vit, kështu që jemi të rregullt që nga viti 2010 e këtej. Sonte do të ketë argëtim, muzik live, do të kemi vallëzime tradicionale me fillim, pastaj kemi mysafir special Melinda Ademin, kemi grupin Pro Band, kemi Gane Abazin dhe do të ketë muzik deri në orët e vona. Do të ketë argëtim pafund, shoqërim, socializim mes shoqatave, banorëve tonë të Junikut, mysafir kemi nga gjitha anët e Kosovës, po jo vetëm nga këtu. Kemi edhe nga Shqipëria, Maqedonia, vendet përreth, po ka edhe ndërkombëtar të cilët punojnë e veprojnë në Kosovë, siç janë për shembull nëpër UNMIK ose KFOR-i ose institucione tjera të cilët janë këtu. Jemi në bashkëpunim me komunën e Junikut dhe cilët dëshirojmë t'i falenderojmë për përkrajen, po ashtu dëshiroj të falenderoj përzemërsisht edhe kompaninë Jos Krasniqi, e cila me mbështetjen e saj po na mundson që ne të kemi këtë atmosferë çfarë veç edhe po e shohim këtu. Shpresojmë që do ta vazhdojmë edhe vite tjera edhe më mirë, secilin vit, edhe vetë ata që vinë këtu po thonë që është vit pas viti është duke u bërë më mirë e më mirë. Kështu që bjeshkët e Junikut ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik.
duke marrë parasysh që ne kemi edhe majën më të lartë Kosovës Gjaravicën këtu, dhe kjo është si një magnet për turistët, për vendorë dhe ndërkombëtar, kështu që të gjithë ata që vinë me vizitu bjeshket tona, në fakt synojnë ngjitjen në Gjaravicë. E pikërisht ne jemi këtu sonte për të argëtuar e që nesër në mëngjes në ora 7:30 do të ngjitemi në majën e Gjaravicës të gjithë së bashku. Janë edhe shumë shoqëri bjeshkatare nga Kosova këtu, që janë sonte prezent, e që të gjithë së bashku nesër edhe individ tjerë presim që edhe nesër në mëngjes të na bashkohen disa grupe të cilat veç e kanë para e mirë, po para arsye objektive, subjektive, ku ta diun, nuk kanë mund sonte të janë bashkë me neve këtu, po në mëngjes do të jenë këtu dhe do të na bashkohen. Besoj që do të jemi një grup jashtëzakonisht i madh. Zakonisht ne ka ndodhur që 300 vet mrena ditës e kemi shkel Gjaravicën për një ditë, domethënë kjo ka qenë me të vërtetë madhështore dhe pa pasur asnjë ekces, asnjë problem, bile. Dua të theksoj, se ndoshta e zgjata pak, dua të theksoj e t'i falenderoj të gjithë Unikasit, të cilët kanë kontribuar vit pas viti, duke marrë parasysh këtë stanisht këtu, të cilët na kanë liruar stonet gjitha viteve, pa pagesë, pa kur gjoj, kanë hap dyert për mosafirët që kanë ardhur për të shkuar në Gjaravicë. Domethënë ne bashkarisht me banorët e kësaj zone këtu e kemi organizuar së bashku edhe ju jam mirënjohës dhe falenderues përjetësisht. Moja Gjaravicë, për pos knasësisë, ofron edhe sfidë, edhe vështërsi. Thatë ju s'kem pas asnjë problem asnjëherë. Sa zgjat marshuta nga këtu, mesatarisht, deri në mojën e Gjaravicës. Po, nëse marrim bjeshkatarët të ngjesin pak më shpejt, mirë, por kur jemi me grupet mëdha, kështu ngjitja është pak më ngadalt, ne planifikojmë që diku për 4 orë të jemi në majë, eventualisht 3 orë gjysmë 4, maksimumi që të jemi gjithë, po flas, disa shkojnë edhe më herët, do të ngrejmë një ndodhi atje nalt në majë dhe pastaj do të kthehemi ngadalë. Nuk është ka njerë sfiduse, unë për veti e kom gjitë shumë herë në jetën time dhe po ta sinqerisht një mendim timin personal, unë sa herë që shkoj në Gjaravicë kom përjetim të veçantë. Domethënë, as shumë mëngjes, po prapë bile shpesh më thonë edhe njerëz, mërbur shpesh po shkojnë atje, po çka po gjen, njëjtë është. Çaja rrugë, çaja majë, çaja gjithçka është njëjtë. Unë jam shpirt njesht i lidhur me këtë pjesë. Edhe me siguri secila ngjitje duket që është hera e parë. E veçantë, sepse gjithmonë shet diçka të veçantë. Për shembull kësaj radhe, për dallim për vitit kalum, ku kemi pas borë gjatë dimrit më pak, si vjet ka pas borë në Bjeshk pak më shumë. Edhe tash veç po shihet larat e borës janë hala atje. Domethënë ka mundësi që me shiju borën në këto ditë vona të qershorit, besa ndoshta edhe deri në korrik. Kështu që kjo është e veçantë e këtij viti, edhe vitet tjera ka pas, po si vjet ka pak më shumë lara borës se sa vitet e mëparshme. Si thuti, a jem gjitur ndonjëherë moja Gjaravicë? Unë e di që je ngjitur edhe ti. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve që suksese. Po e pasqyroni në media edhe aktivitetin tonë, kështu që Ja vlen. Faleminderit shumë. Fjalën mori kryetari i komunës së Jonikut, Rushdi Shehu, i cili vlerësoi rëndësinë e kësaj ngjarjeje për komunitetin. Kryetar, mirë se ke ardhur për jashtë. Mirë se u gjeta në bjeshket e Jonikut. Edhe direkt në bjeshket e Jonikut. Direkt erdhëm në bjeshket e Jonikut dhe sonte këtu po presim qytetarë të shumtë që do të vinë për të parë bukuritë natyrore, pyjet dhe bjeshken që e ka falë Zotin e këtë vend. Është e 16 herë që përmbohet ky aktivitet kulturor, sportiv dhe që po përmbledh dashamir të bjeshkve nga pjesa më e madhe e kësaj pjese të ballkonit. Po, është më së vërtet, kjo është 16 herë që po mbajmë këto aktivitetet të bjeshkatarëve, që po ndërlidhim pyjet, malin dhe bjeshket me natyrën dhe qytetarët e Jonikut, por edhe të rrethinës përreth. Cila është lartësia mbidetare e gropës së Renikut këtu? Gropa e Renikut ka një lartësi mbidetare rreth 1300-400 metra. Po. Kurse Gjarovica është maja më e lartë në Republikën e Kosovës, që ka 2565 metra lartësi mbidetare. Dhe nesër atje do të ketë ngjitje masovike. Nesër, si çdo herë, do të ketë ngjitje masovike edhe qytetarët e jashtëm, po që vinë musafir sonte, po edhe ne vendorët që jemi këtu. A do të jetë kryetari me ta? Patjetër. Dej dikun? Patjetër, deri në maja Gjarovicës. Je i sigurt? Je sigurt. Shumë bukur. Ki më shtu diçka tjetër? Jo, s'kem çka më shtu, por unë apeloj që
në këto aktivitetet të jenë edukuse për të ruajtur natyrën dhe për të ruajtur traditën tonë shekullore të parët tonë që i kanë shfrytzuar bjeshket edhe për ekzistencë dhe për zhvillim të ekonomisë. A ka kryetari stan këtu? Akoma s'kom ndërtu stan, Se ki bo? lokacionin e kom, si pas trashëgimisë se e kom pas më herët, gjyshe stërgjysh, por jo, akoma s'kom bërë. A do në mëron desh me ligjin me ndërtu pa leja, do në respektu procedurat e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit? Ndesh me A keni ligjin, probleme me këtë punë? mas ndesh me pari? ligjin nuk do të bim, probleme kena mjaft, për shkak se do një trajtim Parku Nacional i Bjeshkëve të Namna, jo vetëm në Junik, por në pjesën e Dugaxhinit, nga Istogi deri në Junik, do një rishikim të këtij ligji që të mundësohet qasja tjetë edhe ma madhe, ma mësovike dhe këto bjeshtë dhe kjo pasuri të jetë zhvillim ekonomik i qëndrueshëm edhe për rinin, por edhe për fermerët tonë. Rruga ashtu kështu. Rruga ka ardhur deri këtu, do të shkojmë deri në Lukën e Gat, është në projekt, i veç që është e parashikuar me buxhet, por gradualisht është duke u ndërtuar edhe po merr formën e prerës së shpejti. Që tu keni sos me bo notën? Ka s'dil më fort. Pse jo? Ja vlen veç me provu? Provujna me bo më ngërin shka me bo. Po? Po. A keni flajt në herë kështë? Ja, kur? Në këso kushtev? Kur heq? A jeni përgatit mirë? Pak shqyrë me tash. I kem kjerat mas mromi. Po, a? Pe kajtini ju? Për Ferizojt. Prej Ferizojt. A ke qenë e herë një nik? Këtu në bjeshkë. Gjeravis që kjo e 4-ta herë. Kom? Po dhe në Ke moje shku? më në gjitë. Po. A dhe më shkua për të nesër? Po, kësë me. 4 herë. Tja e konë në herë? Bashkë, Kura? bashkë, A bashkë? bashkë misione. Aha, për ndryshë kështu njetë për disë me s'ka punoni. Me banesa mira. Po, edhe e keni hobi kështu me Po, banë hobi, bjeshkë? po. Del një dhe në bjeshkë tjera? Dolmeni kemi. A jeni shëqatë? Po se më thanë ka edhe shëqata. Cila shëqati një ju? Shoqata e Kastriotët Ferizaj. A Kastriotet? Po. Ka qenë ai festivali? Një festival Kastriotet a shoqëri kulturale artistike? Po, valtarët, po. Sa antarë keni ardhë shëqatë këtu sonte? Jemi 5, edhe jemi të i pritë edhe 3 tjerë rrugës janë. Mirë, edhe ti do më shku në Gjeravic? Kismet, po. A e konë në herë? Po, 3 herë, e 4-ta. Nuk të ka sfit për ty, Jo, vetëm se me tenda asë njëherë se kemi provu. se keni provu. Po. Qa po ta mërmanja, ka më konë ftoftë? Qa, a keni Kena shtrukë? këshyrë mbute, në dikon 10 gradë notën. Ja, 10 gradë, mirë të kështë. Mirë. Ju uroj më kalu mirë. Faleminderit shumë, edhe ju Na jemi gashtë. radio televizioni Fontona prej Stogut. Faleminderit Kemi shumë. shumë dëgjues aty. Faleminderit shumë. Hajde Gjithat përshëndetje mirat. për Kastriotet. Hajde gjithat mirat. Nalë të shuhim që shok këtu. A shtroni diçka këtu? Shtroni dyshek? Po edhe mbuluhni? Shumë bukur, mira, më se hap. Më se hap, shumë bukur. Po mirë, E kena morë ti, por po më duket e pështilë me qëtash. por nuk e dihet na shtam vjen mu. So problem. Jo, këto, ai që në erdhe me reshtin mrena ati të modhët, e bon 2. Që? Po, mos me njërtë. Mirë, po kështë për të nxaj ka kur gjo, Ja, zënë se zgotët kënë rrisë. as gatet kjo arrudhët njeri. Ja, na im lidh me kom, so e kemi argonin. So e kemi argonin, kom, A lidh prej që tu të kështë aje fjallë, a shtraj kom sa më Që kjo? Të bashkë Si që jam kjo? kujtu. Nuk e pas në pani. Hadi dëshiroj më kalu. Faleminderit shumë. Gjithat mirat. Një emocion i veçantë u ndjen nga të gjithë të pranishmit, të cilët shprehen se kjo natë do të mbetet gjatë në kujtesën e tyre. Programi vazhdoi me një intervistë me Muhamet Uk Gorqin, duke i dhënë dhe më shumë jetë dhe frymë këtij organizimi. Qa ki lypë si arë këtu? Që tu e kom bo rinin në bjesht, Që tu? Po të e? bjesht, Cilën bjesht? bjeshka e goqa është pak ma ngatë që atje. Ma poshtë? Pak ma poshtë, e para sa nisht është. Sa vjet i ke bo në bjeshk? I kom bo nga 23-4 vjetë në bjesht. A ki rujt dhejnë, a ki rujt lopë? Kom rujt dhanë, kom rujt ljope me gjitha Po, punët e bjesht. Edhe kërë dek baba atër na me punë, unë në shkollën
studime, kem pa boj kombojnës në Amerike moj, kem hek dhate, lopti kem mojt edhe pak e pej 80-ës e mas kem pauzu bjeshkën vesh e kem vizituar. E mas lufte, tash jem pension, janë gati 20 vjetë që ja kum nys, e kum bo apet, po kum bo ma mirë se na u përmisur kushtës e standardin e dhanë mundësin, e prap s'nalen ne Maraki i bjeshtë. Aktiviteti u realizua falë mbështetjes së shumë kontribuesve dhe bashkëpunëtorëve, të cilët dhanë kontribut të çmuar në mbarvajtjen e kësaj mbrëmjeje. Fjalën e rastit mbajti sërish Bekim Gaxheri, ndërsa më pas u drejtua dhe njëherë kryetarit të komunës së Junikut, Luzhdi Sheho. Të nderuar mysafirë, bjeshkatarë, përfaqësues të institucioneve, miq dhe dashamirë të natyrës. Me lejoni që në emrin tim dhe në emër të rastës së Zogut të ju dëshiroj mirëseardhje Junik në ditët e Gjeravicës 2026. Kam nderin dhe kënaqësinë që sonte për të 16-ën herë të prezantojmë ditët e Gjeravicës së bashku. Ky aktivitet tashmë shndruar në traditë të rëndësishme që bashkon bjeshkatar, alpinist, sportist dhe dashamirë të natyrës nga vende të ndryshme, duke promovuar vlerat e bjeshkëve tona, miqësinë, bashkëpunimin dhe respektin për natyrën. Jemi krenar që edhe këtë vit, Juniku është vend takimi i njerëzve që ndajnë të njëjtin pasion për bjeshkët dhe avanturën. Këto takime nuk janë vetëm aktivitet sportiv e rekreativ, por edhe një mundësi e shkëlqyer për të prezantuar bukuritë natyrore, kulturën dhe mikpritjen e treve son. Atmosfera festive e këtij organizimi do të pasurohet edhe më shumë nga programi ynë muzikore artistik, për të cilin do të kujdesen pro band dhe këngëtarja e mirënjohur Ganimeta Abazi. Mysafir special i mbrëmjes është Melinda Ademi, të cilët i falenderojmë për praninë e tyre dhe kontributin e tyre në këtë ngjarje të veçantë. Të dashur pjesëmarrës, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe besimin që na jepni çdo vit. Uroj që këto ditë në bjeshkët e Junikut të jenë të mbushura me përjetime të bukura, miqësi të reja dhe kujtime të paharrueshme. Ju faleminderit. Mirë se vini në Junik. Mirë se vini në zemrën e bjeshkëve të Nemuna, në vendin e natyrës, tradita dhe mikpritja bashkohen. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për një aktivitet bashkëtar. Sot jemi mbledhur për të festuar një lidhje të veçantë mes njeriut dhe natyrës, mes vendeve dhe njerëzve, mes traditës son dhe së ardhmes që e duam të ndërtojmë. Takimet ndërkombëtare të bjeshkatarëve, ditët e Gjeravicës, janë më shumë se një ngjarje. Ato janë një dëshmi se bjeshket tona kanë fuqinë të bashkojnë njerëzit, të krijojnë miqësi dhe të sjellin vizitorë nga vende të ndryshme për ta përjetuar bukurinë e kësaj treve. Gjeravica nuk është vetëm maja më e lartë e Kosovës. Gjeravica është simboli i krenarisë sonë, i natyrës son të paprekur dhe i shpirtit të njerëzve tanë që ndërbreza kanë ruajtur lidhjen me këto bjeshk. Junikun e kemi trashëgimi nga të parët tanë dhe përgjegjësi për brezat që vinë. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të punojmë që turizmi malor të zhvillohet, që bukuritë tona natyrore të promovohen dhe që çdo vizitor që vjen në Junik të largohet me një kujtim të veçantë. Sot dua të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin e këtij aktiviteti, bjeshkatarët, alpinistët, partnerët tanë, institucionet dhe çdo person që me punën dhe për kushtimin e tij e ka bërë të mundur këtë takim. Ju falenderoj që jeni këtu me ne, që po ndani këtë përvojë dhe që po e bëni Junikun një vend ku natyra nuk është vetëm një pamje, por një përjetim. Le të vazhdojmë ta ngjesim
ta ngjisim së bashku këtë rrugtim, me respekt për natyrën, me dashuri për bjeshket dhe me miqësi mes nesh. Ju uroj mirëseardhjen e unik dhe një aktivitet të paharrueshëm në Bjesht e Gjerovicës. Ju faleminderit. Nga Mirdita e Shqipërisë, fjalën mori dhe Zuk Zeka, duke sjellur përshëndetjet dhe vlerësimet e tij për këtë aktivitet. Është kënaqësi e madhe për mua personalisht që vi nga Mirdita dhe është hera e tretë që vi në Gjeravic, edhe kur kam shku herën e parë atje te liçenjt të rrugës kemi taku disa lapidar dhe kjo është një ashu që do me thënë dalim aty që këtë aktivitet në Junik e zhvillojmë në liri të plot Kosova. Edhe është një kënaqësi që zhvillohen aktivitetet tilla dhe të kaloni sa më bukur, edhe do vim përsëri, edhe sa herë vim në Kosovë, vim me zemrën plot, edhe s'kemi qa menda se jemi vlezër, nuk kemi vlezër për interes, po jemi vlezër gjaku, kemi një flamur, e marrim në zemër kudo që shkojmë, edhe një traditë, një kulturë, edhe inshallah bashkë gjithmonë, edhe inshallah më qeqim sa herë të zhvilloni aktivitet, edhe këtë traditë të vazhdoni, respekt për gjithë. Shoqëria Rasa e Zogut ndau mirënjohje për kontribuesit dhe shoqatat bjeshkatare, pjesëmarrësit duke vlerësuar angazhimin dhe përkushtimin e tyre. Atëherë ne kemi kënaqësinë që të ndajmë mirënjohje gjithmonë për ata që marrin pjesë këtu, sidomos për shoqëritë bjeshkatare dhe po ashtu për kontribuesit që na mundsojnë që ne t'i organizojmë sa më mirë këto ngjarje. Mirë po, për fillim duhet të ndajnë një mirënjohje të veçantë, pak sa e dhimbshme, një bjeshkatar joni mo nuk është mesin tonë. Andaj, ftoj dikon nga familja Maloku që të marrë mirënjohjen post-mortem për antarin tonë Vllaznim Maloku. Ngushëllimesh. Ktheu në foto. Vazhdojmë me mirënjohjen e radhës. Ftojmë dikën nga shoqëria bjeshkatare alpiniste Guri i Shtrejt Shtime. Faleminderit. Ftojmë shoqërinë tjetër të radhës nga ana tjetër e Kosovës, nga Llapi, shoqërinë bjeshkatare alpiniste Llapi. Faleminderit urime dhe juve, mirë se keni ardhur Junik. Dalim pak për te kufirit. Shoqëria malore, në fakt, këta i thojnë malore, Kroi, nga Maqedonia, vëllezërit tonë në anën tjetër. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Na pas ke sjellë edhe ju një dhuratë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Në shenë mirënjohjen e emër të shoqatës tonë, gjithë bjeshkatarëve Republikës së Maqedonisë së Veriut, ju dëshirim qëndrim të këndshëm dhe ecje të këndshme nesër në majën më të lartë të Kosovës Gjeravicës. Programi artistik u pasurua nga performanca e grupit të vallëve Edmond Hoxha, të cilët sollën ngjyra dhe ritëm tradicional në skenë.
Mbrëmja vazhdoi me këngët e interpretuara nga këngëtari i mirënjohur Moni Rama, i cili krijoi një atmosferë të veçantë dhe elektrizuese për publikun pjesëmarrës. Kjo mbrëmje nuk ishte vetëm një aktivitet artistik, një bashkim emocionesh, tradite dhe dashurie për kulturën. Kjo dëshmoi edhe një herë se kur njerëzit bashkohen për vlera të përbashkëta, krijohen kujtime që jetojnë gjatë në zemrat e të gjithëve.